Përmbytjet e lumit Vjosa kanë dëmtuar rënd serat e luleshtrydheve të rreth 60 kultivuesve të kafaraj në Fier. Rreth 300 dynym në pikun e prodhimit u përmbytën 2 muaj më parë, duke lënë sot të gjithë prodhimin me zbaltës jo cilësor dhe pa çmim në treg. Fermerët e dëmtuar tregojnë se në 5 herë që janë përmbytur që nga viti 2015, vërshimi i Vjosës në janar të këtij viti ka goditur më rënd. Ata pohojnë gjithashtu se dëmet e përllogaritura arrin në miliona lek dhe deri më sot asnjë komision nuk ka dalë në terren për të verifikuar këto dëme. Kam 15 dynym luleshtrydhe ser. Janë përmbytur këtë gjitha dhe është një dëm shumë i madh. Ja shikojeni edhe vetë, pas 1 muaj e gjysmë, 2 muaj, kjo është akoma me baltë. Është me gjanë. Që nuk del në treg, du në treg dhe dali të paktën për 1-2 muaj po dolëm. Nëse nuk do të dëmshpërbleheni, sa e vështirë do të jetë situata? E vështirë do duket në fund. Po deri tani është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Një apel që keni për institucionet? Apel ndihmë, nëse e vendonë zemër na vlerësojnë pak nga demi. Fermerët e kësaj zone, e njohur si ferma më e madhe e kultivimit të luleshtrydheve në Shqipëri, e kanë të bazuar jetesën te kultivimi i kësaj kulture ndaj dështimit sezonit të saj për ta shkatërrues. Unë vajta 30 vjet në mërgim. Ato lek që ashtuja i festuam këtej, kemi ardhur vërdall, kemi patu dhe humbje, po që e humbja më e madhe që na ka lënë shamu zero me fjalë. Nuk kemi mundësi më që çfarë do të vazhdojmë. Shikon çdo gjë me sy. Jeni përmbytur për të 5ën herë dhe nuk jeni dëmshpërblyer. Besoni se do të jetë e njëjta gënjeshtër e radhës? Po, patjetër. Sipas shenjave që na kanë thënë se kështu ku flasin ata flasin si poet, flasin shumë bukur, i pëlqej. Po çdo gjë nuk bëhet me praktik, bëhet vetëm politika që mbajnë ata. Nuk kemi në një zgjidhje, për shembull, që të vi shteti këtu të verifikoj demet në çdo fermer, mos ta shikoj nga karrikja ose nga komuna, ta shikoj praktikisht këtu te toka. Të vi komisioni këtuja të sa ka dynym afrimi, sa ka tjetri. Pra ndjeni vetëm të braktisur fatin tuaj të keq? Po, shumë braktisur jemi. Përballë kësaj situate, ata apelojnë për ndihmë nga shteti, edhe pse deri më sot, nga përmbytjet e mëparshme, nuk janë dëmshpërblyer asnjëherë.